Sporti nuk është i vetmi pasioni i Florent Kalivopullit, presidentit të Federatës Shqiptare të Boksit. Ky sipërmarrës është edhe një koleksionist i njohur, shtëpia e cilit ngjan si një muze apo institucion arti. Prej shumë vitesh, ai investon dashuri, kohë dhe mjete financiare, duke gjurmuar e koleksionuar objekte të vjetra me vlerë të rrallë historike edhe për identitetin kombëtar. Fal këtij pasioni, Kalivopulli ka udhëtuar në shumë shtete, duke ndërtuar ura lidhje miqësie me koleksionistët. Në intervistë për SMG, ai flet për pasionin e tij, që ka lindur në moshën e fëmijërisë dhe ka nxitur të udhëtojë deri në Kin. I nderuar Kalivopulli, është kënaqësi që po realizojmë këtë intervistë. Duhet ju prezantoj si sipërmarrës, koleksionist apo si president i Federatës Shqiptare të Boksit. Ndihem shumë mirë, shumë komod. Kam dhënë shumë intervista, por kjo juaja është e veçantë pasi ju jeni një mik shumë i vjetër i familjes Kalivopulli. Dhe për fat mirë, marrëdhënien tonë ne kemi ruajtur në për gjithë këto dekada të mbas viteve 90. Mirë se erdhët në shtëpinë time, ju falenderoj shumë. Unë jam një biznesmen që në fillim viteve 90, unë jam marrë me bizneset e mia, me punët e mia private, pa u shkputur asnjë moment nga hobet e mia të vjetra, të trashëguara, që kanë qenë koleksionimi dhe ndihmesa dhe kontributet në sport dhe në art. Jam një koleksionist përveç të tjerash, një koleksionist që koleksionoj në shumë zhanra, në filateli, në fotografi, në pikturë, në numizmatik, në çdo gjë që ka lidhje me Shqipërinë. Gjithashtu, prej vitesh, jam edhe president i Federatës Shqiptare të Boksit. Si ka nisur? Kur ka filluar hobi i koleksionimit? Ju keni një koleksion as pasur sa i kalon edhe pasuritë që kanë shumë galeri të ndryshme në Shqipëri? Atëherë, koleksionimi ka filluar, ose hobi koleksionimit ka filluar që në fëmijërinë time. Fillimisht, si çdo fëmijë asaj kohe, unë koleksionoja pulla poste, filateli domethënë. Kam pas një koleksion modest asaj kohe të filatelisë, por në fillim të viteve 90 ose menjëherë me ardhjen e demokracisë, pash që koleksioni im filatelik nuk ishte asgjë tjetër veçse disa pulla poste të grumbulluara në mënyrë fëminore, aty këtu të futura nëpër faqe librash, të cilat nuk përbënin fare një koleksion, por përbënin një diçka që ama ishte zanafilla e koleksionit tim. Filatelia dhe dokumentat zënë vendin më të rëndësishëm të koleksionit tuaj të pasur dhe të larmishëm. Por dashuria juaj është piktura, besoj. Absolutisht, pa diskutim, jo vetëm filatelia dhe piktura, po dhe numizmatika dhe dokumentat. Kam një koleksion shumë bukur të flamurëve shqiptar, që fillojnë që prej themelimit të shtetit shqiptar deri në ditët e sotme. Gjithsecila prej tyre ka vendin e vet në atë që quhet koleksioni im i madh. Me që folëm për flamurët dhe për koincidencë e kemi këtu një flamur shqiptar, është i përmasave të vogla, është rreth 10 cm me 20 me 15 cm, por është i veçantë sepse ky flamur me misionin Apollo 15 ka udhëtuar nga toka në hënë. Në hënë ka zbritur, është firmosur nga kapiteni i atij misioni, asaj anije kozmike, dhe pastaj është shitur në një ankand për bamirësi dhe unë pata fatin që ta blija këtë flamurë dhe ta fusha në koleksionin tim. Pra është një destinacion i certifikuar në hënë? Absolutisht, ka dhe certifikatat e blerjes, certifikatat e autenticitetit, çdo gjë është miratuar dhe konfirmuar. Këto objekte të ndryshme dhe të shumta të koleksionit tuaj,
Çfarë fati do të kenë? Në për ekspozita të ndryshme ne I kemi ekspozuar ata, si brenda ashtu edhe jashtë vendit. Kemi marrë pjesë me grupe të tjera koleksionistësh, kemi marrë pjesë në për ekspozita të ndryshme që janë bërë dhe koleksionet tona kanë pasur fatin që të ekspozohen. Megjithatë, kemi një projekt që së shpejti me një grup tjetër koleksionistësh në një kooperim që kemi bërë me disa institucione të tjera, së shpejti besoj që koleksionet tona do gjejnë një vend, një shtëpi të tyre ku do ekspozohen dhe do jenë non-stop të hapura për publikun vendas dhe atë të huaj. Me siguri do të krijohet një institucion kulturore që do të jetë një destinacion I lakmosshëm për turistët e shumtë që për herë më shumë po shtohen në adresën e Shqipërisë. Do ju them pak gjëra, të tjerat le të rrinë surprizë në ditën e inaugurimit të asaj shtëpie ose atij muzeu të koleksionistëve shqiptar. Do jetë një muze I veçantë ku brenda brenda këtij muzeu do jenë të ekspozuara nga koleksionistë të ndryshëm shqiptar, koleksione nga më të ndryshme, të mahnitshme, që çdo koleksionist ose çdo muze apo institucion tjetër në Shqipëri dhe jasaj do ta kishte zili dhe lakmi këtë muze që ne po përgatisim dhe shpresojmë të hapim dhe të inaugurojmë së shpejti. Natyrisht janë mundësi që sjell konkurrenca dhe ekonomia e tregut lirë. Patjetër, muzeu që ne po përgatisim do jetë do mundohemi që në të realizojmë funksionimin më të mirë të një shtëpie muzeale, ku brenda saj të jenë të gjitha mundësitë e ekspozimit të gjitha zhanrave dhe njëkohësisht koleksionistët brenda këtij muzeu, brenda kësaj shtëpie muzeale, të gjejnë vetveten e tyre, të takohen me koleksionistët e tjerë, të këmbejnë, të shkëmbejnë, të diskutojnë, të flasin në lidhje me koleksionet e tyre, e cila do jetë në dobi dhe në të mirë të gjithë koleksionistëve në Shqipëri. Arti dhe sporti janë element të spikator të identitetit të një kombi. Ju keni shumë vite që merrni edhe me veprimtari në fushën e sportit dhe një dekadë të plotë që jeni në krye të Federatës Shqiptare të Boksit. Lidhja me sportin është e vjetër. Në fëmijërinë time, I lindur dhe I rritur në qytetin e Shkodrës, isha tifoz në djepin e sportit shqiptar, isha tifoz I asaj vllaznie dhe e tillë është Shkodra, I tillë është ai qytet që injektimi që ata I bëjnë njeriut në lidhje me atë që ata prodhojnë si në sport, si në kulturë, është I përjetshëm dhe I pandalshëm. Mas viteve 90, duke pasur dhe mundësitë e mia financiare dhe ekonomike në atë kohë, isha kontribues tek ekipi I vllaznisë së Shkodrës në futboll, u bëm një grup biznesmenësh që kontribuam sa mundëm tek vllaznia e Shkodrës dhe pastaj më mbrapa ngela, si të thuash, në atë ndihmes, në atë rrugtim të ndihmesës së sportit dhe nuk u shkputa asnjëherë. Prej vitit 2015 jam presidenti I Federatës Shqiptare të Boksit, një detyrë të cilën e kryej me vullnetarizëm dhe me një pasion të jashtëzakonshëm. Angazhimi në sport, sidomos në sportin e boksit, si drejtues I Federatës, ju ka krijuar një mundësi, është një urë për të shkuar edhe tek objektet, tek reliket e veçanta të sportit dhe besoj e keni pasuar koleksionin tuaj. Me element të tillë. Atëherë, një koleksionist mund të krijojë çfarëdo lloj tematike për të krijuar një koleksion të tij. Mund ta shpiki vetë tematikën, mund ta ideojë vetë, mund ta mendojë vetë dhe në bazë të asaj që ideon dhe mendon, krijon dhe koleksionin. Mbas angazhimit tim në sport, unë ideova dhe fillova të mbledh çdo objekt aq sa kam gjetur, çdo objekt që ka lidhje dhe ka të bëjë me sportin, duke përfshirë këtu kupa, medalje, flamur sportiv, distinktiva, dekorata, dokumenta, flet palosje, ftesa, çdo gjë që ka të bëjë me sportin dhe kryesisht flasim për sportin shqiptar.
për një gazetar asnjë pyetje nuk është e çuditshme. Loni t'ju pyes, e keni filluar si pasion dhe shikoni si një pasuri fushën e koleksionimit? Fillimisht jo. Fillimisht e grumbulloja çdo gjë që më pëlqente. Pastaj, duke u rritur në atë proces dhe duke diskutuar me miq dhe me shok të ndryshëm, dashamirë të ndryshëm të koleksionet filluan të futen në rrugtime, në rrugë më të sakta, më të precizuara dhe pse jo, nëse unë sot harxoj disa lekë për të bler një objekt, pse jo ky objekt nesër mos tjetë i shiqëm disa fish të asaj vlere që unë e kam bler. Idromeno është ikon e artistëve të Penelit, e artistëve shqiptar, dhe Peneli i tij në portretin e heroit ton kombëtar. Është një pasuri me të vërtetë e madhe, është një thesar që padyshim rrin ngushtë në ambientet e një familje. A duhet të jetë pronë e institucioneve kombëtare? Galeria e Arteve në Shqipëri ka pikturën e madhe, ikonike të Motratone, të Idromenos. Unë kam Skënderbeun. Është privilegj të jesh koleksionist, por edhe një ambicie e shtuar për të parë, për të eksploruar, për të udhëtuar. Po, fal pasionit që kam pasur për koleksionet, por dhe mundësive që i kam pas, më ka qelluar që të udhtoj në shumë shtete të botës, në të gjitha kontinentet, për të parë, për të ndjekur pasionin e koleksionimit, duke marrë pjesë në muze të ndryshëm, duke vizituar muze të ndryshëm, duke vizituar shtëpi të ndryshme ankandesh me mundësitë për të blerë ose thjesht për të parë, të cilat më kanë bërë përshtypje të veçantë. Mbresat të veçanta më ka lënë një udhëtim në Kinë që kam bërë para shumë vitesh. Kam parasysh këtu edhe artin kinez që në vitet 60 ka qenë prezent në Shqipëri, objektet e tyre janë të jashtëzakonshme, çmimet e tyre në parankande nuk afrohesh dot, nuk i prek dot për çmimet shumë të larta që kanë. Megjithatë, kam vizituar shumë muze dhe ekspozita dhe kam shuar atë kurreshtin time duke parë artin e jashtëzakonshëm kinez. Kina është një vend i veçantë, ka një popull të jashtëzakonshëm që miqësohesh shumë shpejt me ta, bësh dashamir me ta. Kam krijuar disa marrëdhënie që këmbejmë korrespondenca të ndryshme dhe njëkohësisht kam pasur në biznesin tim disa makineri që isha bler në Kinë dhe kur erdhi grupi kinez për t'i instaluar ato makineri, afrimiteti dhe qasja ime me ta nga e shkuara që isha qenë në Kinë ishte një urë lidhje shumë, një element shumë i veçantë i shtuar në atë që unë mendoj dhe përfityroj për Kinën. Letërsia, kultura, arti dhe sporti janë një urë lidhje bashkëpunimi mes vendeve dhe popujve. Patjetër, ne kemi bashkë disa minuta që po diskutojmë, prekëm sportin, prekëm artin, prekëm koleksionet, prekëm kombet dhe kjo që ju sapo thatë qëndron mirë, sepse të gjitha këto bëjnë atë lidhjen e jashtëzakonshme të kësaj fizharmonike për gjithë secilin nga kombet në veçanti. Ishte shumë kënaqësi. Kënaqësia ishte gjitha imja dhe shpresojmë që të shihemi së afërmi në provërimin e shtëpisë së koleksionistëve. Do jeni i ftuar. Faleminderit. Gjithashtu.